Behluli, urtësia e fshehur pas çmendurisë. A e keni dëgjuar ndonjëherë për Behlulin, të çmendurin e mençur? Historia e tij na mëson se mençuria mund të fshihet në vendet më të papritura. Behluli, një figurë urtësiplot në kohën e kalifit Harun er-Rashid, na sfidon të shohim përtej sipërfaqes. Kalifi, i habitur nga mungesa e tij në tubimet e dietarëve, e pyeti Behlulin arsyen. Përgjigja e tij: dietarët ishin si fura e zbukuruar nga jashtë, por me zjarr brenda, një metaforë e fuqishme për hipokrizinë. Një ditë, Behluli u pa duke hedhur baltë në muret e pallatit mbretëror. Kur e pyetën pse, ai tha se po përpiqej të blinte vend në xhenet. Të gjithë qeshën, por Behluli profetikisht tha: do të vijë dita që do më merrni seriozisht. Pas vdekjes së tij, ata kuptuan thellësinë e fjalëve të tij. Historia e Behlulit na mëson se mençuria nuk gjendet gjithmonë në pamje, pozita apo fjalë të zbukuruara. Ndonjëherë, e vërteta fshihet te ata që shoqëria i nënvlerëson. Le të reflektojmë mbi këtë dhe të hapim zemrat tona ndaj urtësisë që mund të vijë nga burime të papritura. Mos harroni, urtësia mund të fshihet pas çmendurisë. Ndani këtë histori me familjen dhe miqtë tuaj, diskutoni mësimet e saj dhe inkurajoni të tjerët të shohin përtej sipërfaqes. Le të jetojmë me zemër të hapur dhe mendje kurioze.